Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemi ardhur me hëngër një drekë që tu të restoranti me fabelit, e dashti me piku pak shi. E mu kujtu e rasti i Hazreti Musës alaihi salatu wassalam, bjere sile se kjo muhabeti zgjatën pak. Ani po, e ta din edhe në ham, pim, si këtë njoja. Inshallah ham, pi halalit. Edhe pim prej halalit. Edhe i shqehemi me halal. Edhe kombit Musës nuk i ka ra shi 40 vjetë. Që në nkua populla, ja Musa, në u thanë lumejt, në u thanë malet, fushat, lutju Allahu Gjeleshan në qenë shi kafshet për ngordhin, për cofin. Ju lutë Hazreti Musa, Zotit, tha ja Rabbi, kështu janë punët një metin tem. Tha o Musa, është një metin tem një gjinaqar, më katar. Thuja ti gjinaqarit le të dale për juve aty, e unë për jau qoj shivin. Musa i tha, ja Rabbi, o populli jem, tha e ka këtu një gjinaqar, në dale i gjinaqari për këti vendit. Është të në ratë ashtë shifën e stërpikën. Inshallah ta'ala ka bereqet. Inshallah me bereqet kjo dreka jonë sot. Tha o Musa, thuj popull lephiqet prej këtuhit, a i prej gjematit, e unë për jau qoj shivin. Musa i tha, kush a i gjinaqari le të largohet për këtuhit. Mirë po kush e vetin gjinaqar, kërkush, a i gjinaqari, edhe njëherë, 3 herë ju tha, a i gjinaqari që ishë, prit ke kush pëdel, kërë pa që kërkush pëdel a i vetë, pedisja gjinaqari, qka boni a i gjinaqari e mori robën që kiste veshën, e shtini kryet, në ta e mbloj kret, atë paltën e madhe, e mbloj kret, edhe tha, ja Rabbi, astagfirullah, ja Allah, me fali gabimet, ja Rabbi, 40 vjetë kam bo gjunahe pa ndërprej, mi kem mbulu e gjithë, mos mi shplo para këti opinionit, ja Rabbi. E po kanë e istikfar, ja pranoj, Allahu kabul, ja boni duan, edhe rashi, mashallah, mas u kry shi, u knaqen, Musa i tha, ja Rabbi, kush kej gjinaqar, që zdoli, se në parë cili kej. Tha o Musa, 40 vjetë ka bo gjinohe mua, ja kam mluë. Ta shtobe ka bo për një tobe istikfar, o pëndua ti bëduesh me ashtë mluë. Allahu mërhamedzi, rahmedzi, Allahu subhanahu wa ta'ala. E unë për thëmë më kanë populli janë, shqiptar, musliman, kosovar, musliman, këtë musliman me bo tobe istikfar, edhe me pezullu alkoholin për restoranteve. Në restorant jam i kjo alkohol, ka këtë restorantet e Kosovës kanë alkohol. Me hek alkoholin prej restoranteve, me i largue kamatat për bankave, me i përmirësue halët familjare, me respektu babën e one, motër e vlla, me orientuën rrugë të Allahit. Wallahi o vlazën që më dëgjoni ju, a dini shka? Allahu është Erhamur Rahimin. Maj mëshirë shmi prej gjithë mëshirë shmi. S'kamat mëshirë shmi sa Allahu dhe Gjellali. Allahu neve nuk në ka kriju me në denua o vlazën. Po na kemi bo gjunahe, po bëjmë gjunahe Allah në rujt, për qatë sebeb edhe shiu. Që tash jam të folë me juve sot, që 50 ditë s'kemi shi. Që 50 ditë s'kemi shi. Allah i na qoftë shiun, insha Allahu ta'ala. Tash dhe disa pika jenë të ra, bashkë që tu jenë të disa pika shiun, insha Allah Zotë je qënë. Ju përshëndesim nga këtë vend. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.